Jemi vëzër në botën e shtrëmbërime, në botën e hajgare, në botën e kur njeri për shembull mundohet, pse ti nuk i çon rahmet filanit? A xhenetja jotja, mëna me këtë fjalë zot. Noja këtu shumë vija. Keni pa kur ti thua kjo fellë, nuk ka hajgare. Kur ti nuk çon rahmet për dikan thot, pse përzihesh kompetencat Allahut? Në rregull. A ti kur po do me çun xhenat as po përzihesh kompetencat Allahut? Me shtin xhenet dikam nuk e përzitin kompetencat Allahut. Asi ta shtin xhenem e përzije. Po çish mund xheneti dhe xhenemi janë të dijet Allahu xhelalu ala. Kjo ka ligj o vëllezër. Sigur disa njerëz shefan. Thot, "Këshire, pi tham më mirë haram që kjo punë se sa si menon ai se si ti thoja haram ka pështu pi përgjithësisë." Apo? Sigur këto që ka thonë, thuj këtë halal kem asnjë ona o vëllezër. Rahmet dhe rahmet çohet për ata që janë musliman. Dhe ka dashur Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ja për sharlatan ai cili ka bëu ajgare me fen Allahu xhelala është tall me fen Allahu te bareke ve taala, pastaj del dikush thot, po çe edhe kjo a hoç? Po ta mona fen pak më serioz. Allahu mund më na bëj azab për këtë punë. Allahu xhelala ka zbritur ajetin Muhammed sam filan mos ja fal xhenazën. Kan fal namaz ato. Kan fal namaz Allahu xhelala mos ja fal xhenazën. Do dikush, do kjo fe. Dikush thot mos e shtrëngo. As ti mos e shtrëngo. Apo? Se disa njerëz e kuptojnë vetëm kënaqëna, shtrëngim e kënaqëna, kur ta lirosh ti tepër, kjo është shtrëngim, shtrëngim.